Partia Demokratike thot se disa fakte të reja të bëra publike dëshmojnë implikimin e kryetarit të Kuvendit Ilir Meta në marrje rishfeti nga kompania e biznesmenit Kastrioti Ismailaj, e cila mblidhte borxhet e kompanisë ÇEZ shpërndarje. Demokratët i referojnë një dëshmi të zbardhur në media të ish-drejtorit të ÇEZ, Jozef Hajsek. Dëshmia e ish-drejtorit Hajsek është dokument zyrtar i avokatëve të qeverisë Rama në gjyqin e arbitrazhit, dhe ata kanë paraqitur gjithashtu një raport ku shkruhet qartë se parat që përfitoi me mashtrim Kastrioti Ismailaj u përdorën për rishfete, ku përfitoi ish kryeministri Ilir Meta. Petrit Ahmeti, i identifikuar nga Hajsek si negociatori për kontratën e Kastrioti Ismailaj, ka rilindur dhe sot është kreu i erës me propozim të Ilir Metës. Sipas demokratëve, afera e denoncuar nga avokatët e qeverisë shqiptare detyroi qeverinë e ish-kryeministrit Berisha të niste asokoje në ndjekje penale ndaj Ismailajt dhe ÇEZ. Ka reaguar për këto akuza Lëvizja Socialiste për Integrim, që i konsideroi trillime dhe pjesë e një fushate shpifjesh. Sipas Sokol Dervishaj, drejtori i kabinetit të kryeparlamentarit Meta, pjesa më e madhe e kontratave të kompanisë së Kastrioti Ismailajt me ÇEZ u nënshkruan gjatë qeverisjes së kryeministrit Berisha.